Ka qenë një këngë bukur e premtuese dhe më vjen shumë keq që e kanë zonë venin e tetë. Tash jam çudit shumë edhe me qysh e nxuni Austria venin e parë dhe me atë dallim. Po, çka po di? Do është shtet i vogël edhe aleancat e mëdha duket që nuk është që i shkojnë për shtati Shqipërisë. Shpresojmë vitin e ardhshëm të ketë një rezultat më të mirë. Profesor Ramaboja, duke pasur parasysh që shumicën e jetës e kalon në Basel, si të është dukur pikërisht edhe protesta e atyre që protestonin në Basel kundër Izraelit? Në fakt, unë e kam kaluar një pjesë të mirë të jetës edhe të formimit politik në Basel, po Baseli ndoshta është qyteti me një kulturë të jashtëzakonshme tolerance dhe protesta prandaj më është dukur si produkt thjesht i asaj kulture. A ditë pati në Basel, por dje ka pasur në Holland, madje në mbi 100.000 veta kanë protestuar. Kjo është kultura e qytetarëve që janë kundër dhunës. Është çështje tjetër pastaj te pozicionimi, ndjeshmëritë që janë në rrethonat veçanta politike e tjera. Po më lejo që të kthehem prap te Eurovisioni. Kosova dhe shqiptarët edhe në rrafshin gjeopolitik janë krejtësisht ngjashëm pothuajse me Eurovisionin. Është vështirë të jesh i veçantë. Dhe pa lidhje të fuqishme dhe pa interesa të fuqishme. Pavarësisht se ti mund të shkëlqesh, Fanoli ishte demokrati më i madh i fillim shekullit 20, por monarkit ishin ato që nuk e donin. Edhe unë e di që risarit i qeshet, po krahasimi qëndron. Demokracia në Kosovë është rrethuar për fat keq, ngjashëm se Eurovisioni. Nga kush? Nga forcat regresive. Veç le t'i boj numrat më pas. Juria s'po na don. Juria nuk o ka na don. Jo vetëm Juria, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca ka na don. Publiku po voton. Publiku po voton për neve si Kosovë, po Juria s'o ka na don. Na çast Këshilli Evropian. As Këshilli i Evropës s'po na don. As Bashkimi Evropian, as Shtetet e Bashkuara të Amerikës s'po na don. Që kem na faj, ne jemi ka performojmë për Marak. Po, me rëndësi është që neve zoni na shkoj. Jo, ne e kallem krejt një bot e qunkum. Na edhe në Kosovë jemi ka performojmë shumë mirë. Zjam edhe në Kosovë jemi. Edhe gjatë 4 viteve qeverisjes rregullt, edhe në këtë vit, edhe këto muajt e qeverisjes në detyrë, ne jemi ka performojmë perfekt. Zjam, veç nuk o ka na don Juria na ka mori noti. Për shkak të një lidhjeve gjeopolitike, interesave gjeopolitike, që profesori Ramaboja i din më mirë, se shkruan edhe shkrime edhe spohima dhe i mua fjellë se pas të him të rend tjetër. Koreki eksperti këtu zbanë. Po, kështu që na për krym punën tonë. Mirë, Astrid, për shnret, qështë të do kjo shnritje? Mu më ka pëlqy që deklarata e kryeministrit që i kishtë dhonë në atë mbledhjen te presidentja, për këtë ngutjen se një konstrukt medial, unë pëlqej shumë që e nisi emisionin me Eurovision, nuk kem nevojë na mu gut me konstituim të institucione, me këso titë, loja kurtit, këto gjona, kur gjët nuk aty hje kërkosh në Kosovë për këtë punë. Kjo është një konstrukt medial, nuk ka nevojë mu gut, s'ka Eurovisione, nxehëm, mendojmë që po fitojmë, hupëm, anej këne, konga ju në më e mira, konga ju në më e keqja, se di ka njëherë, thëmë, çau bo, për këtu të Ramaboja s'përzina, one dhe më thonë të këtu, qa kuj ka profesori si situatën gjeopolitike, këto gjonën nuk i komentoj, jam për matë vogla me folër, vermal që shtu, qatë ka nëjtë diçka të vogël, nëjtë me komentu nëjtë deklarat, nëjtë kujtë, nëjtë kryeministri, diçka, nëjtë koment vogël, po jo këtu,